Kali i bardh mbrin në Vatikan dhe gjithë konspiracionistët e quajnë kalin e apokalipsit. Por çfarë është kali i apokalipsit dhe pse këtë kal të bardh e krahasojnë me kalin e apokalipsit? Ndiqeni me kujdes. Nuk e di e keni para apo jo lajmet, por mendoj që të reduktoj si argument, në të vërtet janë dyndur rrjetet sociale. Madje shumë konspiracionistë përcjellin këtë lajm njëri pas tjetrit, pa u thelluar tek argumentin në fjalë. Pra, përcjellin të njëjtat fjalë që ka thënë dikush më përpara. Mirëpo, ka disa gjëra që duhen diskutuar dhe ne do të diskutojmë së bashku këtu sepse ja vlen për të diskutuar. Së pari njëri informohemi, së dyti dia është pushtet, siç e kemi thënë, dhe e treta që është akoma më e rëndësishmja, ne do të dimë se si do të cilemi nesër në qoftë se do të ndodhë diçka. 4 kalorësit e apokalipsit. Kush nga ju i njeh? Padyshim shumë për ju që njohin kalorësit e apokalipsit. Pra janë ata që do të përcaktojnë periudhën e gjykimit të njerëzimit. Por çfarë janë kalorësit e apokalipsit, çfarë prezantojnë dhe pse mendohet që do të jetë koha e gjykimit? Kalorësit e apokalipsit janë 4 dhe 4 secili prej tyre ka një vull. Të gjitha së bashku janë 7 vula. Kjo ajo që është shkruar pra në librin e fundit të Biblës, pra libri i Apokalipsit, që sipas gjasave do të jetë ai moment ku do të vendosi rregull në planetin Tokë, pra në njerëzim. Sepse tashmë njerëzimi ka krijuar kaos gjithandej. Po t'i vini re, ç'është e vërteta, nga periudha prehistorike deri nga mesjeta ndodhen me qindra gjëra, miliona gjëra, por atë që i ka bërë njeriu planetit në këtë moment, pra në 200 vitet e fundit, nuk ishte verifikuar prej mijëra vitesh. Dhe ky është fakti 1, që shumë njerëz nuk e thonë. Pra ky është fakti kryesor, që në të vërtet, në qoftë se do të zemrohet Perëndia apo natyra apo qoftë edhe një qenie, një entitet, ka të drejtë, sepse është periudha sinqerisht që ne po heqim ato që ka bërë njeriu 30 apo 50 vite më parë. Merrini me mend ato që po bëjmë tani, se si do të shfaqen pas 30 viteve. Pra, ky është problemi 1. Problemi tjetër janë 4, si thash, kalorësit e apokalipsit. Kali i bardh përfaqëson antikrishtin dhe çuditërisht kali i bardh që erdhi në Vatikan që ju fal papës, të gjithë thonë se është kali i antikrishtit, pra kali i bardh që do vi të vendosi rregull. Por le ta kapim këtë me pinca, le të jemi pak, sepse thjesht ne diskutojmë, dakord? Nuk është se po bëjmë propagandë, po diskutojmë. Dhe po thosha, e çuditshme është që quhet proton kali. Pra, për ata që nuk e njohin greqishten e lashtë, me një fjalë i pari, kali i parë. Është shumë e çuditshme kjo, megjithatë, le ta zëmë që edhe kjo është një koincidencë. Por e rëndësishme është që vjen nga Polonia. Polonia është mbajtur gjithmonë si vendi asnjanës, ose si rilindja e çdo pape. Në fakt e çdo pape, sepse papi që ishte më përpara dhe papi që është tani e tjerë, ata që do vinë tjerë, duket sikur aty, me fjalë vendi i Polonisë, sikur të jetë asnjanës. Kjo ishte edhe në luftën e dytë botërore, të parën e tjerë. Pra duket e tillë. Dhe për më tepër, ky kal ka lidhje me arabët, sepse kali i bardh, ai që është falur papës, është kal arab në të vërtetë, është një nga kuajt më të bukur që ekziston. Mirëpo, bukuria ka diçka të zezë mbrapa, zakonisht kështu thuhet, dhe tani unë shpresoj që mos ndodh gjë, por që të ketë lidhje me vendet arabe, unë shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë. Nuk mendoj që në të ardhmen, me fjalë pas një viti, pas disa muajsh apo pas një viti, të fillojnë që të ketë lëvizje nga ato anë. Megjithatë, ky është kali i bardh që përfaqëson, siç ju thash, antikrishtin. Kurse kali i kuq përfaqëson luftrat. Ç'është e vërteta, luftrat të forta nuk kanë ndodhur deri tani, vetëm me një fjalë çfarë ndodhi në Palestinë, normal që u vran me mira njerëz, por
lufta që të preken shumë shtete nuk ka ndodhur. Dhe shpresojmë që mos ndodhi, por sipas gjasave akoma duhet të arri kalorësi, pra ose më mirë ajo epoka e kalit kuq. Ndërsa, përsa i përket kalit të zi është uria, kurse kali jeshil është vdekja. Megjithatë, sëmundjet dhe uria, që është ajo e kalit të zi, unë mendoj që ka filluar. Pse e them këtë? Sepse filloi në vitin 2019-2020, kur filloi problemi i madh. Dhe tani, në fjalë, ajo vala e madhe që u bat here, vazhdoi që të përcillet tek ata që kanë bërë vaksina, apo etj, apo ndoshta të tjera akoma që do kenë një sëri efektesh domino. Dhe mendoj që një pjesë e saj, për fjalë, ka qenë, pra është verifikuar e sëmundjeve, por jo e urisë, sepse ende nuk është verifikuar. Megjithatë, në qoftë se do përmbushen këto, sepse ky është thelbi i bisedës, në qoftë se do përmbushen të katërta këto, pra të katër etapat e kalorësve të apokalipsit, pra vetëm atëherë do të pretendohet që do dali ballë për ballë Antikrishti që të përballet me njerëzimin, apo me Zotin, apo ku ta di unë. Sepse do të përballen me dy forcat. Tani, në qoftë se vetëm, sepse atë thash që ne duhet të prekim gjërat më të rëndësishme, në qoftë se shikoni, shumë pak luftra ka ndodhur, pra ajo që ka ndodhur me Palestinën dhe pak në Siri, pra pak për këta, jo për ne, sepse u vran edhe fëmijë, u vran mijëra njerëz, por për këta janë pak. Dhe po thoshe që unë mendoj që ende është koha që duhet të arrijnë kalorësit e tjerë. Pra duhet, sepse njerëzit mendojnë, kjo është pika tjetër, që kalorësit do të vinë të gjithë njerëshi. Pra do të jetë një periudhë kohe e njerëshme. Unë nuk mendoj se do të jetë shumë, por do të jetë gradualisht. Pra në mënyrë graduale. Megjithatë, në mënyrë graduale, kur të vi momenti, do tjetë ai kurorëzimi ku do të dali dhe Dexhalli, pra Antikrishti, do të dali haptazi, sepse deri në atë periudhë, pra deri përpara se të kurorëzohet, do tjetë gjithmonë nën prapavi. Por nga ai moment do filloj që të shfaqet dhe aty do filloj lufta. Pra lufta e ballë për ballë e dy forcave. Dhe në atë moment do bëhet kurorëzimi. Pra Perëndia, si shkruhet në tekstet antike, jo vetëm do të vërë rregull, por do të pastroj një pjesë të madhe të njerëzve. Tani, përsa i përket pastrimit, ne e njohim që nga Georgia Guidestone, me një fjalë që nga emisionet që kemi bërë, emisionet Enigma, ku flitesh për ato shkrimet që janë bërë që toka nuk mund të rezistoj me më shumë se 500 milion njerëz, pra jo më shumë se 1 miliard, ne jemi 8 miliardë e gjysmë, merreni me mund tani se sa mund të duhet që të mos ekzistojnë. Dhe pyetja është, në qoftë se është shkruar dhe shumë nga këto konspiracionistët ose dhe njerëzit që mendojnë, të studiuesve që mendojnë që duam apo s'duam, do vi një moment që do përballemi me këto fatkeqësi dhe pyetja ime është, çfarë fatkeqësie do të jenë dhe pse do të krijohen, në qoftë se ne tani kemi arritur shkallën më të lartë të zhvillimit. Pra, për çfarë arsye do të arrijmë në këtë pikë që ne të përballemi me këto katastrofa? Pra, me këto katër, me fjalë me urinë, me vdekjen, me sëmundje, me luftra. Përse? Për çfarë arsye? Mundet që të jetë një luftë? Okej. Dhe në momentin që thuhet që mund të kanoset një luftë si pretendohet në nëntor, si thuhet, që unë nuk besoj, si që kam thënë për herë, por në qoftë se do të kanoset, atëre si do të shkojnë gjërat më vonë? Si do të organizohet bota? Dhe sa njerëz do mbeten? Pra, në bazë të këtyre informacioneve, në qoftë se dikush nga këta konspiracionistët do të mund të përkthej këtë, sepse tani i përkthejnë këto video, të na thotë paktën çfarë mendimi ka për të ardhmen e njerëzimit. Pra, në qoftë se nuk kanë ardhur ende kalorësit, pra 4 situatat ose 4 epokat,
e zis, të mundjeve, të luftrave etj. Nëse nuk kanë ardhur. Në momenti që do vinë, sa do zgjasi, sa njerëz do ikin dhe sa do mbijetojnë. Dhe si do të vijojnë gjërat, pra si do të shkojnë gjërat më vonë dhe sa kohë do t'i duhet njerëzimit. Megjithatë, do të dëshiroj edhe një diskutim së bashku, me fjalë ju çfarë mendimi keni, në mënyrë që duke diskutuar së bashku diçka mund të mësojmë nga njëri tjetri. Unë e kam thënë disa herë që për mendimin tim nuk ka, por edhe sikur të filloj diçka e rëndë, në këtë planet nuk do të mbetet këmbë njeriu. Sepse nëse zihen me të vërtet shumë, atëherë do shfarasë çdo gjë me armët që kanë. Megjithatë, pres komentet tuaja dhe mos u merakosni. Natën e mirë.